Çka kam thënë mbledhje mbetet në mbledhje. Çfarë ka mbetur? Çfarë kanë, shiko. Po ja mbledhje kundër jush. Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit, kështu që këto janë nuk e di nga dalin, janë muhabete kot dhe pa diskutim që jam i keqardhur që mbledhja e kryesisë është vendosi komplet fokusin nga protesta tek diskutimet e brendshme. Nëse ka kishte mendime të ndryshme, ajo që di t'ju them është që do ecim përpara, çdo ndryshim nuk vjen pa sakrifica dhe pa reagime dhe pa përplasje, do vazhdojmë do të ecim përpara, çdo akuzë dhe çdo idiotësie do t'i përgjigjemi me fakte konkrete dhe me emra konkret, qoftë edhe budalliqeve që i kam thënë gjithçka që kisha për të thënë në mbledhje. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Ju kujtoj një rast saktuar në zgjedhjen e ish-presidentit Bamir Topi, në momentin që 6 deputet të Partisë Socialiste votuan për presidentin e asaj kohe, pati dorëheqjet me njëshme. Ne nuk mund të rrim peng i interesave Një pyetje, do lutem me këtë që thatë, ju po bëni përgjegjës flamur nokën për mbledhjen e firmave ndaj Edi Shabanit? Shiko, unë po bëj përgjegjës drejtuesit e Partisë Demokratike për paqartësinë strategjike në vendimarrjet caktuara, sepse kam folur në strukturë dhe tani nuk dua ta zhvendos mendjen, kam folur brenda kryesisë, kështu që po ju le që të diskutoni. Po deputet e kanë akuzuar në mbledhje që ke telefonuar për të mbledhur firma për Endrit Shabanin. Edhe luftrat punike unë i kam zhvilluar, edhe firmat për Endre Shabanin i kam firmosur që jam deputet.